Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit bukë që të kënaqim, të buta pa mbok. Gatuj çdo ditë sepse ashtu kam qef edhe familja po e pëlqejnë, po ashtu ftoft edhe kam qef në shtëpi. Krejt që kanë nevojiten prej përbersve janë 1 kg miell, 550 ml me qumësht të ngrohtë, 1 lugë të gjellës sheqer, 1 lugë të gjellës me krip, 60 deri 70 ml me vaj, 1 katror morat bukës freskët, pra 40 gram ose një paqet pluhur që e përdorni morat bukës, 200 gram kos që është të trash, edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Tek një bakall i madh, pra e qesim qumshtin e ngrohtë. Mandej shtojna vajin, kripën, sheqerin, edhe majat bukës të freskët e troshitim. E përzina me tek të dorës derisa të tretet maja bukës. Është tretur edhe maja bukës, tash bismillah marrim kosin pra, 200 gram, unë i kom qitë qëto me gram, ju e matni edhe me lugë të gjellës, 4 lugë të gjellës plot, që shtu e qitni pra kos të trash, jo që është sikur jogurt i holl, por kos. Tash e marrim bismillah pra kosin e qesim tek mielli. Mandej shtojna qumshtin, majat bukës, kripën, sheqerin që e kemi përzi, edhe vajin. E lçojna mikserin, e përzina brumin ose ju me duar, që shdoni. Edhe mikserin e nalim, brumi duket kështu i holl. Tash tek drasa, se gjithmonë qesim miell edhe e qesim brumin, e ngjeshim me duar, prap e qesim brumin në një enë të pastër, po ashtu edhe e lojna që të dyfishohet për 45 minuta. E kemi ngjeshë edhe brumin, tashti e kemi qitë në enë, e kemi mbulu me folje të kuzhinës në elan pra enën, edhe lojna brumin për 45 minuta temperaturë pra të kuzhinës të ngrohtë. Edhe brumi është dyfishuar për 45 minuta. Mashallah, e shihni që është del prej enës. Tash të largojna foljen, qesim miell tek trasa kuzhinës edhe e ngjeshim brumin. Kemi qitë për miell, hajde bismillah, brumi perfekt. Shihni. E ngjeshim tash me duar. Tash të e ngjeshim brumin edhe e ndajna kuleqt. Tash pra e ndajna kuleqt. E kom marrë tepsin, e kom ly me vaj edhe kuleq, tash të i rokullisim shto. Miell normal, ja vojna format edhe i qesim pra kuleq në tepsin e lyer me vaj me parë. I renditin pra të gjithë kuleqt. Tash këta kulaçat që i qesim në mes depsi, veç i ranojna që shto me dur edhe i shtjellim sikur kiflet, shembull ose bukt, edhe i qesim në mes. Mundin edhe kulaqa, nuk ka lidhje hiç, veç me ndryshu pak. I shtjellim edhe qoshet, edhe që shto i renditin mes tërsi. I kemi rëndit të gjithë kuleq në tepsi, lyer me vaj, e mbulojna tashti me një salvetë tepsin edhe për 50 minuta që qëndrojnë të mbuluar të pushojnë pra. E largojna edhe salvetën edhe kuleqt i lyna për mi vetëm me ujë të ngrohtë edhe
fara të susomit të qesim ose fara të zeza, cilën doni. Furrën e kom shumë unë me parë në temperaturë 220 gradë, edhe është e nxehur, hazër, veç mi ly për mi edhe shtaforat të susomit edhe me shti me u pjek në furrën e nxehur. I kemi ly pra me ujë të ngrohtë, tash ja qesim edhe farat e susomit, në ra një farë e zezë, edhe bashkë pilau qëto, sepse kur gatuj buk pra, pas ka ra prej kavanozit tjetër. Fara e zezë, akoma të shëndetshme se fara e zezë, jo. Kështu që pilau, po do me këto shoqe tjera me pjek. I kemi qitë edhe farat e susomit edhe bismillah e fusim edhe tepsin në furrën e nxehur. E kemi hjek edhe bukën prej furrës, e kemi pjek dhe temperaturë 220 gradë për 25 minuta. Ashtë pjekur shumë mirë, edhe për mi veç ka pak e kom stërpik pra me vaj. Që që bujna për furra që shkelqejnë bukt, veç ka një grim edhe me furqë. Veç pak, edhe bukt duken kështu, hajde bismillah. Tash e hekum një kolaq, që ka me po, mashallah. Pamuk, 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 pamuk. Dë buta që të knoqin. Ja vlen se cila motër pra me përgadit, ju knoqin. Ani për Ramazan, të knoqin. Neve na befshin mirë, juve pashtu. Nëse i provani, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës. Nga kuzhina njerit ju them, mirë pafshim.